dy individ afrohen dhe më provokojnë, më ofendojnë, më shajnë, më fyejnë, madje duke kryer edhe veprime fizike. Faleminderit të gjithëve për çdo mesazh, për çdo telefonat që më keni bërë. Unë jam shumë mirë, do të vijoj ta bëj punën time si gazetar me të njëjtin vullnet, me të njëjtën dëshirë, me të njëjtin pasion, sepse besoj se ky profesion është një mision dhe dua që sikundër kam bërë deri tani, t'i jap zë atyre të cilëve nuk kanë zë, atyre të cilëve nuk bërtasin dot, atyre të cilëve përballen me padrejtësi, me mungesë ilaçesh, me padrejtësi të tjera, me korrupsionin, me problematika të tjera sociale pa barazi që ndodhin në vendin tonë. Kjo është ajo çfarë unë besoj këtë do bëj. Mbrëmjen e dieshme teksa kam qenë duke raportuar dhe duke ndjekur protestën e cila po zhvillohej gjatë marshimit, së bashku me një kolegun tim shqiptar, dy gazetarë të huaj, një nga Italia dhe një nga Polonia, dhe me përkthyesin e tyre po diskutonin për protestën dhe po ecnim përgjatë sheshit Skënderbej për të dalë përpara turmës së qytetarëve protestues. Në këtë moment dy individ afrohen dhe më provokojnë, më ofendojnë, më shajnë, më fyejnë, madje duke kryer edhe veprime fizike ndaj meje. Pas këtij momenti ka mbritur edhe policia e shtetit, ndaj të cilëve u kam thënë se dua të bëj kallëzim penal ndaj dy individëve dhe më pas kam shkuar në komisariatin numër 3 ku kam dhënë pretendimet e mia, kam bërë kallëzimin penal, ku në prani ka qenë edhe avokati im i cili ka asistuar. E kam bërë këtë sepse çdo kush në Shqipëri mund të ketë mendimin e tij. Unë kam mendimet e mia sa i takon shëndetësisë në Shqipëri, kam mendimet e mia sa i takon korrupsionit, shpopullimit, sa i takon rrogave të ulta, sa i takon pensioneve të ulta, sa i takon shumë problematikave, trajtimit të fëmijëve jetim në Shqipëri, dhe këto i bërtas sepse besoj se është një padrejtësi e madhe që i bën shumë shqiptarëve dhe që detyrohen pastaj që të marrin rrugët e emigrimit dhe të mos jetojnë në Shqipëri. Kjo është ajo se çfarë kam bërë unë, këtë bëj unë, asnjë gjë tjetër nuk bëj, as kam marrë mbrojtje individ caktuar, asnjë gjë. Kam denoncuar dhe do vijoj ta bëj po me të njëjtin vullnet dhe me të njëjtën fuqi. Dhe këta individë të cilët përpara duke aluduar se unë mbroj një individ caktuar, një parti të caktuar dhe jam kundër një partie tjetër, janë realisht dashakese, provokative, janë të pa baza, sepse përgjatë gjithë punës time, unë jam një gazetar që kam mbuluar një parti politike, siç është Partia Demokratike. Pra kjo është puna ime për të mbuluar këtë parti politike dhe opozitën në tërësi. Sikundër kolegu im tjetër më mbulon mazhorancën. Çdo televizion i ka të ndarë gazetarët e tij, por kjo nuk më bën mua të jem një militant apo shërbëtor i Partisë Demokratike. Unë jam një gazetar dhe duhet vlerësohem për pyetjet, dhe pyetjet e mia drejtuar individëve në Partinë Demokratike, drejtuesve të saj, janë aty, janë publike, mund t'i shikoj kushdo. Unë lajka, lëpirje e të tjerë apo të shitem nuk bëj, s'kam për të bërë kurrë, se nuk ka pasurinë këtë botë që të blej dinjitetin tim. Nga tjetër, aludohet se emri im është i lidhur me Partinë Demokratike si pjesë e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Është një mashtrim shumë i madh. Unë jam Osman Stafa, gazetar, s'kam qenë kurrë pjesë e asnjë forumi, e asnjë partie në Shqipëri. Për këtë keni një Osman Stafa tjetër që është antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, është emër mbi emër, është nga Durrësi, e verifikoni në çdo institucion të mundshëm edhe kësaj force politike. Nëse më merrni mua si opozitar, unë i përkas Partisë Demokratike, përsëri është gabim. Jo çdo person që është në opozit me një individ, institucion, një kauzë është me palën tjetër. Sepse unë, Osman Stafa, sa kohë të jem në gazetari, do të jem në opozit me çdo lloj pushteti. Edhe në qoftë se nesër vjen në pushtet një parti tjetër, cila do qoftë ajo, unë do të jem përsëri në opozit. Dhe për këtë vën në lojë dinjitetin tim, fytyrën time. Këtë besoj unë, këtë mendoj unë. Dua të jem zëri atyre njerëzve që nuk kanë fuqi të flasin, të reagojnë, e dua që problemet e tyre të zgjidhen. Unë e kuptoj që ajo çfarë them, flas, besoj si një qytetar i angazhuar dhe jo vetëm si gazetar, kam mbështetjen e individëve, e njerëzve të caktuar, shikoj mesazhet, reagimet e të tjerë në rrjetet sociale apo takimet në rrugë. Sikundër nga ana tjetër, ajo çfarë unë flas, denoncoj, bërtas për realitetin shqiptar, patjetër ka edhe pak kënaqësi atyre të cilëve besojnë tek Partia Socialiste. Por kjo nuk i jep atyre të drejtën që të më ofendojnë, të më shajnë, të më sulmojnë mua në rrugë, sepse kjo pastaj kalon çdo lloj norme. Dhe duhet të kuptoj çdo kush, çdo sulm që bëhet ndaj gazetarëve është njësoj sikur ke sulmuar një polic, një mjek,
dhe individë të tjerë të cilët kanë një detyrë publike. Dhe për këtë do duhet shikoni edhe ligjin I cili është ashpërsuar. Sa I takon protestës, ajo çfarë po ndodh në Shqipëri për mua është më e madhja këtyre 36 viteve, jo vetëm si gazetar, por edhe si qytetar I angazhuar që besoj se Shqipëria do duhet të ndryshojë. Kjo klasë politike në 36 vjeçare në Shqipëri duhet të ndryshojë, sepse nuk mundet që Shqipërinë ta drejtojnë vetëm 2 individ në 36 vite dhe pasojën ta paguajnë shqiptarët, si në shëndetësi, si në arsim, si në shpopullim, si në çështjet e pensioneve, që këta individ nuk mbyllin dot muajin pa ndihmën e fëmijëve të tyre, si tek çështja e kredive që nuk merr dot një kredi, nuk blen dot një shtëpi sot në Tiranë. Kjo është ajo çfarë unë besoj dhe do duhet ta ngrem zërin, prandaj po e mbështes, sepse kjo protestë nuk është thirrur nga partitë politike, por është thirrur nga qytetarët e lirë, nga njerëzit që besojnë se ky vend mund të bëhet, nga qytetarët të cilët duan që në këtë vend të mos ketë korrupsion, në këtë vend të ketë shëndetësi, të ketë arsim, të mos ketë shpopullim, të ketë të drejtat barabarta dhe mundësitë barabarta për të gjithë. Prandaj unë jam në orën 19 përsëri sot në shesh. Faleminderit të gjithëve për çdo mesazh, për çdo telefonat që më keni bërë. Unë jam shumë mirë, do të vijoj ta bëj punën time si gazetar me të njëjtin vullnet, me të njëjtën dëshirë, me të njëjtin pasion, sepse besoj se ky profesion është një mision dhe dua që sikundër kam bërë deri tani, t'i jap zë atyre të cilëve nuk kanë zë, atyre të cilëve nuk bërtasin dot, atyre të cilëve përballen me padrejtësi, me mungesë ilaçesh, me padrejtësi të tjera, me korrupsionin, me problematika të tjera sociale pa barazi që ndodhin në vendin tonë. Kjo është ajo çfarë unë besoj këtë do bëj. Mbrëmjen e dieshme teksa kam qenë duke raportuar dhe duke ndjekur protestën e cila po zhvillohej gjatë marshimit, së bashku me një kolegun tim shqiptar, 2 gazetarë të huaj, një nga Italia dhe një nga Polonia, dhe me përkthyesin e tyre po diskutonin për protestën dhe po esnim përgjatë sheshit Skënderbej për të dalë përpara turmës së qytetarëve protestues. Në këtë moment 2 individ afrohen dhe më provokojnë, më ofendojnë, më shajnë, më fyejnë, madje duke kryer edhe veprime fizike meje. Pas këtij momenti ka mbritur edhe policia e shtetit, ndaj të cilëve u kam thënë se dua të bëj kallëzim penal ndaj 2 individëve dhe më pas kam shkuar në komisariatin numër 3 ku kam dhënë pretendimet e mia, kam bërë kallëzimin penal, ku në prani ka qenë edhe avokati im I cili ka asistuar. E kam bërë këtë sepse çdo kush në Shqipëri mund të ketë mendimin e tij. Unë kam mendimet e mia sa I takon shëndetësisë në Shqipëri, kam mendimet e mia sa I takon korrupsionit, shpopullimit, sa I takon rrogave të ulta, sa I takon pensioneve të ulta, sa I takon shumë problematikave, trajtimit të fëmijëve jetim në Shqipëri, dhe këto I bërtas sepse besoj se është një padrejtësi e madhe që I bën shumë shqiptarëve dhe që detyrohen pastaj që të marrin rrugët e emigrimit dhe të mos jetojnë në Shqipëri. Kjo është ajo se çfarë kam bërë unë, këtë bëj unë, asnjë gjë tjetër. Nuk bëj, as kam marrë mbrojtje individ caktuar, asnjë gjë. Kam denoncuar dhe do vijoj ta bëj po me të njëjtin vullnet dhe me të njëjtën fuqi. Dhe këta individë të cilët përpara duke aluduar se unë mbroj një individ caktuar, një parti të caktuar dhe jam kundër një partie tjetër, janë realisht dashakese, provokative, janë të pa baza, sepse përgjatë gjithë punës time, unë jam një gazetar që kam mbuluar një parti politike, siç është Partia Demokratike. Pra kjo është puna ime për të mbuluar këtë parti politike dhe opozitën në tërësi. Sikundër kolegu im tjetër më mbulon mazhorancën. Çdo televizion I ka të ndarë gazetarët e tij, por kjo nuk më bën mua të jem një militant apo shërbëtor I Partisë Demokratike. Unë jam një gazetar dhe duhet vlerësohem për pyetjet, dhe pyetjet e mia drejtuar individëve në Partinë Demokratike, drejtuesve të saj janë aty, janë publike, mund t'i shikoj kushdo. Unë lajka, lëpirje e të tjerë apo të shitem nuk bëj, s'kam për të bërë kurrë, se nuk ka pasurinë këtë botë që të blej dinjitetin tim.